Seanca solemne nisi me intonimin e himnit të Republikës së Kosovës. Më pas në foltore doli kryesuesi i Kuvendit të Mitrovicës së Veriut, Nejat Uglanini, i cili këtë seancë e thiri për shpërndarje të mirënjohjeve për qytetarët kontributdhënës ndaj komunës. Uglanin tha se kjo po ndodh për herë të parë në komunën e Mitrovicës së Veriut. Përulemi me respekt para atyre që me punë e përkushtim kanë kontribuar në zhvillimin, kulturën, arsimin, sportin dhe mirëqenien tonë. E me njëherë filloi shpërndarja e mirënjohjeve. Kuvendi nderoi qytetarët për kontributet e tyre në arsim, kulturë dhe rini. Me këtë rast, qytetar nderi u shpall zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Edhe televizioni TV1 u nderua me mirënjohje për raportimin nga Veriu i Mitrovicës, duke kontribuar në shërbim të qytetarëve. Është sinqerisht nder për me marrë një mirënjohje nga komuna Mitrovicës Veriut, si gazetar kemi pas qëllim të raportojmë drejt saktë dhe famshëm nga pjesa veriore e Republikës së Kosovës. Gjithashtu shfrytëzoj edhe këtë rast me përshëndet kolegët gazetarë të media serbe, me të cilët kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Pjesë e kësaj seance ishin edhe media lokale të komunitetit serb dhe pjesëtarët të KFOR-it.